Mjeku gjerman i nxjerr jashtë loje farmacit. Merrni 3 gjethe dafine çdo mbrëmje dhe do befasoheni. Gjethet e dafinës janë fantastike për shëndetin e të gjithë organizmit. Ato janë përdorur që në lashtësi edhe në mjekësinë popullore për trajtimin dhe lehtësimin e një sër komplikacionesh. Një recetë e vjetër e përdorimit të gjetheve të dafinës është edhe ajo kundër shqetësimeve që mund të shkaktohen nga urthi ose edhe problemet e stomakut. Përgatitja e kësaj recete në kushte shtëpie mund t'japë rezultate fantastike lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Për përgatitjen e kësaj recete do ju duhen 10 gjethe dafine të thata të grimcuara dhe 4 lugë gjethe me lëkura portokalli të grimcuara. I përzjeni bashk, hidhni në një tenxhere me 1 litër ujë dhe i zjeni ato për të paktën 10 minuta. Pasi t'i keni zjerë, duhet t'i lini në enë të mbuluar për 20 minuta dhe më pas mund të t'i kulloni. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ëmbëlsoheni me pak mjaltë dhe mund ta konsumoni atë të paktën 3 ditë pas vakteve të ngrënies. Vlerat shëndetësore të dafinës janë të larmishme në mbrojtjen e organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, edhe ekspertët këshillojnë përdorimin e duhur të saj në dietën tuaj. Dafina do t'japë rezultate fantastike edhe për sistemin tuaj tretës. Nëse doni të keni një tretje më të shëndetshme dhe të mos vuani nga komplikacionet e saj, sigurohuni që të përdorni dafinën në dietën tuaj. Kështu ndikimi i saj ushqyes mund të jetë mjaft i mirë për tretjen. Gjethet e dafinës kanë ndikime të forta në tretje duke nxitur urinimin dhe si rrjedhoi, duke ulur kështu nivelin e kristaleve në trup. Prandaj, ajo mund të ofrojë edhe një zgjidhje mjaft të mirë kundër këtyre shqetësimeve. Nëse doni të mos keni këto komplikacione, përdorni gjethet e dafinës. Dafina stimulon të vjellat në rast se mund të jeni helmuar kryesisht edhe nga këto shqetësime. Është e rëndësishme të përdoret me kujdes edhe për të pasur dhe për të patur përfitime më të mira për tretjen dhe qetësimin e stomakut dhe zorën e trazuar. Dafina është një bimë fantastike kundër problemeve me frymëmarrjen. Vaji i dafinës mund të përdoret edhe për të lyer kraharorin dhe për të lehtësuar gjithashtu disa probleme të frymëmarrjes. Nëse doni të keni një frymëmarrje më të shëndetshme dhe pa komplikacione gjatë ditës, sigurohuni që të përdorni dafinën. Është një element shoqërues shumë lehtësues i komplikacioneve tuaja. Duke bërë avullin e lëshuar nga bima e dafinës duke qëndruar sipër saj, do ta keni më të lehtë të merrni vlera dhe të lehtësoni komplikacionet. Dafina është një bimë fantastike e cila mund të përmirësojë ndjeshëm gjithashtu edhe shëndetin tuaj të flokëve. Nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbogthjen, atëherë mund të përdorni me do e mos në dietën tuaj gjethet e dafinës. Lagni gjethet me ujë dhe fërkoni skalpin e kokës pas larjes. Përbërësit kimik të dafinës do të heqin zbogthjen, do të zbusin lëkurat e thata dhe do të përmirësojnë gjithashtu skalpin tuaj. Edhe shëndeti i zemrës mund të përmirësohet ndjeshëm me përdorimin e dafinës. Gjethet e dafinës përmbajnë acidin kafeik dhe rutin, 2 substanca që i përmirësojnë shëndetin tuaj të zemrës. Ankthi dhe stresi gjithashtu mund të jenë ndikues të drejtë të çështjeve tuaja shëndetësore. Dafina ka efekte lehtësuese dhe qetësuese. Së bashku me trumzën borzilokun, dafina ka në përmbajtje të saj linalol, një substancë e cila ul hormonet e stresit në organizëm. Hormonet e stresit çlirohen pas një periudhe afatgjatë, të cilat janë të dëmshme për trupin dhe shëndetin. Ndaj gjethet e dafinës mund të ndihmojnë në qetësimin e momenteve tuaja më stresuese. Gjethet e dafinës janë fantastike edhe kundër luhatjeve të sheqerit, duke i ofruar trupit dhe shëndetit tuaj një kontroll më të mirë kundër këtyre luhatjeve, të cilat mund të kundërveprojnë më shumë në shëndetin tuaj. Gjethet e dafinës janë një zgjidhje mjaft e mirë si njerëz ushqyese mjaft e rëndësishme për organizmin tuaj. Ato do ju ndihmojnë me sistemin tuaj tretës. Gjethet e dafinës ndihmojnë me tretjen dhe shmangin çrregullimet e këtij sistemi. Nëse pini çaj me gjethe dafine do të luftoni aciditetin e lartë në stomak dhe do të zgjidhni gjithashtu edhe problemet që i kanosen shëndetit tuaj.
Kështu, përdorimi i saj në dietën tuaj do të cilësohet nga ekspertët si një nga zgjedhjet më të mira lehtësuese të shëndetit. Atë mund ta përdorni duke zgjerë 200 ml ujë me 5 gram gjethe dafine, shtoni xhenxhefil, i zieni së bashku derisa të mbetet 1/4 e ujit. Përfitimet që do të keni prej saj do të jenë mbretërëse edhe në sistemin tuaj tretës. Përdorime të tilla mund të përdoren vazhdimisht, por nëse keni acarime të problemeve të shëndetit ose vuani nga komplikacione të ndryshme, gjithmonë përpara përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar gabimet. Gjithashtu, dafina është një bimë fantastike kundër infeksioneve dhe të ftohtit. Gjethet e dafinës janë një mburojë shumë e mirë kundër simptomave të ftohtit dhe të gripit. Në rast se vuani nga probleme me frymëmarrjen, zgjeni 2 deri në 3 gjethe dafine në ujë. E lini të ftohen për 10 minuta, zhysni një nap në lëng dhe më pas e vendosni atë mbi krah aror, duke u çliruar nga bllokimet e shkaktuara nga i ftohti, kolla e të tjera. Kështu do të keni më shumë përfitime unike të kësaj bime. Çaji i gjetheve të dafinës është një mburojë efektive kundër temperaturës. Nëse vuani nga temperatura ose teshtimat e përsëritura, mund të zgjeni disa gjethe dafine në të paktën 200 ml ujë, derisa të mbetet 1/4 e tij. Kështu përfitimet e saj në mbrojtjen e organizmit do të jenë të menjëhershme. Dafina mund të përdoret për një gjumë më cilësor. Nëse konsumoni gjethe dafine nëpërmjet çajit, përmbajtja e fjetjes do të jetë më e gjatë dhe më e shëndetshme. Ky çaj mund të jetë një lehtësues i problemeve tuaja të pagjumësisë. Gjethet e dafinës janë fantastike kundër problemeve me veshkat. Gjethet e dafinës ndihmojnë në kundër infeksioneve të gurëve të veshkave. Zgjeni 5 gram gjethe dafine në 200 ml ujë derisa të mbetet 50 ml e tij. Kulloni lëngun e pini 2 herë në ditë dhe ky lëng mund të parandalojë edhe formimin e gurëve. Gjethet e dafinës janë fantastike edhe për shëndetin tuaj të lëkurës dhe sipas Healthline do të cilësohen si një lehtësuese shumë e mirë kundër këtyre komplikacioneve. Gjethet e dafinës do të largojnë stresin nga lëkura dhe do të parandalojnë shfaqjen e ndryshme të njollave, gjithashtu edhe të rrullave të ndryshme. Hidhni 5 gjethe të thata të dafinës në 2 gota me ujë. Zgjeni lëngun për 2 minuta në një çajnik të mbyllur. Hidheni lëngun e zgjerë dhe mbajini fytyrën për të marrë avullin lehtësues për shëndetin e saj. Duke qëndruar sipër avullit do të lehtësoni problemet e poreve të bllokuara dhe gjithashtu mund të përmirësoni dukjen e lëkurës. Dafina mund të përmirësojë më mirë shëndetin tuaj të flokut dhe jo vetëm. Nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni me sukses në dietën tuaj gjethet e dafinës. Lagni gjethet në ujë dhe fërkoni skalpin e kokës pas larjes. Përbërësit kimik të dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbutsin gjithashtu edhe lëkurat e thata të tij. Dafina ka shumë përdorime shtëpiake duke nxitur gjithashtu edhe gjumin duke përmirësuar edhe organizmin tuaj. Ndaj, përdorimet e duhura të saj mund të jenë alternativa më e mirë në dobi të shëndetit tuaj. Ju mund të përdorni gjithashtu edhe vajin e dafinës të përgatitur në kushte shtëpie edhe për të lehtësuar komplikacione të ndryshme të trupit. Ju mund të vendosni edhe dafinën në luftën kundër problemeve të sinuseve duke i lehtësuar ato. Por, nëse merrni medikamente të caktuara dhe gjendja juaj është agravuar, ju bëjmë dije se përpara përdorimit duhet të konsultoheni më parë me mjekun tuaj, për të evituar kështu gabime në përdorim dhe për të evituar nxitjen e ndërveprimeve të ndryshme. Gjethet e dafinës janë fantastike për të ushtuar në dietën tuaj. Duhet të dini mënyrën e duhur të përdorimit të tyre për të marrë vlera të çmuara dhe për të lehtësuar kështu komplikacionet. Andaj, nëse doni të rrisni vlerat e saj për shëndetin, konsultohuni me ekspertin për të bërë përzgjedhjen e duhur të përdorimit të dafinës dhe gjithashtu kundër shqetësimeve të tyre. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like, dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.